Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 22 vjeçe dhe jetoj në Tiranë me prindrit e mi. Vazhdimisht kam menduar se jam nga ato vajza me fat që janë rritur një familje të qetë, pa drama të mëdha dhe pa problemet që dëgjon shpesh tek të tjerët. Prindrit e mi kanë qenë gjithmonë shumë të lidhur me njëri tjetrin, të paktën kështu më dukej nga jashtë. Nuk kam parë kurrë debate të forta mes tyre, nuk kam dëgjuar ulëriman mes të natës apo heshtje të ftohta si ato që tregojnë shoqet e mia për familjet e tyre. Babai im ishte një njeri i qetë, punëtor dhe shumë familjar. Punonte prej vitesh në një kompani ndërtimi dhe gjithmonë mundohej të mos na mungonte asgjë. Ndërsa mami ishte nga ato gra që mbajnë gjithë shtëpinë mbi supe pa u ankuar kurrë. Gjithmonë e rregullt, e kujdesshme dhe me atë aftësinë për të bërë çdo gjë të dukej normale edhe kur lodhej. Unë isha fëmia i vetëm dhe ndoshta për këtë arsye isha shumë e lidhur me të dy. Studioja në universitet dhe pjesën më të madhe të kohës e kaloja mes leksioneve, kafes me shoqet dhe jetës së zakonshme të një vajze të moshës time. Nuk isha nga ato tipat problematika por rebel, madje shpesh shoqet më thoshin që jeta ime dukej shumë e qetë krahasuar me dramat që kalonin ato. Dhe ishte e vërtet, shtëpia jon kishte gjithmonë një ndjesi sigurie. Darkat bashk, bisedat e zakonshme, mami që pyeste nëse kisha ngrënë, babai që më pyeste për universitetin, gjithçka dukej në vendin e vet. Por ndonjëherë gjërat që duken më të qeta nga jashtë janë pikërisht ato që fshehin më shumë. Muajt e fundit kisha filluar të vëre disa ndryshime shumë të vogla tek babi, por nuk u dhash rëndësi në fillim. Dukej më i menduar, rinte më gjatë në telefon dhe kishte net që dilte në balkon vetëm për të pirë cigare, gjë që më parë nuk e bënte pothuajse kurrë. Kur e pyesja nëse kishte ndonjë problem në punë, buzëqeshte lehtë dhe më thoshte: "Jam thjesht i lodhur." Dhe unë e besoja, sepse në fund të ditës nuk kisha arsye të mendoja ndryshe. Një pasdite u ktheva nga universiteti më herët se zakonisht. Mami nuk ishte në shtëpi sepse kishte shkuar te tezja ime, ndërsa babi kishte ardhur nga puna dhe rrinte në sallon. Sa po hyra brenda, vura re me njëherë që dukej i tensionuar. Televizori ishte ndezur, por ai nuk po e shikonte fare. Rrinte ulur me telefonin në dorë dhe her pas here ngrinte sy drejt korridorit sikur po mendonte diçka. "A je mirë?" e pyeta ndërsa lash çantën. "Po, jam pak i lodhur." Pastaj heshti. Ajo heshtje më bëri çuditërisht nervoze. Hyra në dhomën time, ndrova rrobat dhe po bëhesha gati të hapja laptopin për të studiuar kur dëgjova trokitje në derë. Ishte pikërisht babi. Kjo më habiti sepse ai rrallëherë hynte në dhomën time pa ndonjë arsye specifike. "Mund të hyj?" më pyeti. "Patjetër," i thash. Ai hyri ngadalë dhe mbylli derën pas vetes. Në atë moment ndjeva menjëherë që diçka nuk ishte normale. Nuk ishte mënyra si sillej zakonisht. U ul në karigen pranë tavolinës sime dhe për disa sekonda nuk foli fare. Vetëm fërkonte duart nervozisht dhe shmangte kontaktin me sy. "Kam nevojë të kërkoj një nder," më tha më në fund. "Çfarë nderi?" Mori frymthell para se të vazhdonte. Mënyra si po më shikonte në atë moment më bëri të kuptoj që ajo bisedë do ndryshonte mënyrën si e shija familjen time. Më pa dhe bëri menjëherë një gest tensioni. Nuk ishte më ai babai i sigurt dhe i qetë që kisha njohur gjithë jetën. Dukej i lodhur, i rënduar dhe sikur po mbante brenda vetes diçka që po e shkatronte dita ditës. "Kam nevojë të më dëgjosh deri në fund," tha me zë të ulët. Unë vetëm pohoja me kokë edhe pse zemra ime kishte filluar të rrihte fort. Uli syt dhe qëndroi për disa sekonda pa folur.
Pastaj papritur tha diçka që më preu frymën. Nuk duaj që mamaja jote të marrë vesh diçka. Çfarë do të thotë kjo? E pyeta. Mori frymë thellë dhe për herë të parë pash syt t'i mbusheshin me lot. Kam njohur dikë tjetër, më tha më në fund. Në atë moment djeva sikur gjithë dhoma u zbraz nga ajri. Nuk di sa sekonda kaluan pa folur, por më dukej sikur truri nuk po arrinte ta pranonte atë që sapo dëgjoi. Çfarë? Pëshpërita. Ai filloi të fërkonte duart nervozisht. Nuk e kam planifikuar, nuk kam dashur të ndodh. Po e shikoja pa ditur çfarë të ndjeja. Trishtim, zemërim, hutim. Ishte era e parë në jetën time që shija babain tim si një njeri të zakonshëm me gabime dhe dobësi, dhe jo si figurën e fortë që kisha idealizuar gjithmonë. Apo e tradhon mamin? E pyeta. Ai mbylli syt për një moment dhe pohoi lehtë me kokë. Nuk do ta harroj kurrë atë ndjesi. Ishte sikur dikush të kishte çarë në mes gjithë idenë që kisha krijuar për familjen time. Prej sa kohësh? E pyeta. Ka disa muaj, më tha. Pastaj filloi të flasë hapur, pa ndaluar, sikur për herë të parë po nxirrte gjithë peshën që kishte mbajtur brenda vetes. Më tregoi se kishte njohur një grua përmes punës. Në fillim kishte qenë thjesht muhabet, kafe, biseda të zakonshme, por ngadalë kishte filluar të lidhej emocionalisht me të. Nuk e di si ndodhi, thjesht ndodhi, më tha. Ajo që më tronditi më shumë ishte fakti që ai dukej vërtet i coptuar nga brenda. Nuk po sillej si burrat arrogant që tradhtojnë pa ndier asgjë, dukej sikur po mbytej nga faji. Unë e dua ende maman tënde, nuk dua të humbas familjen. Atëherë pse e bëre? E pyeta. Uli kokën dhe nuk foli për disa sekonda. Nuk e di, ndoshta sepse unë ndjeva bosh për shumë kohë dhe nuk e kuptova sa larg po shkoja deri kur ishte vonë. Dhoma më ishte bërë aq e heshtur sa dëgjoj vetëm zhurma e makinave nga rruga poshtë. Pastaj ai tha diçka që më tronditi edhe më shumë. Kam nevojë për ndihmën tënde. Çfarë ndihme? Të lutem mos i trego mamit. Në atë moment ndjeva sikur më vendosi mbi supe një peshë që nuk më takonte fare mua. Filloi të më shpjegonte se nuk donte të shkatronte familjen, që mendonte ta mbyllte atë histori dhe kishte nevojë për pak kohë që të kuptonte si ta zgjidhte situatën pa lënduar njëri. Madje më kërkoi që nëse mami pyeste ndonjëherë ku ishte apo nëse vonoi, ta mbuloja unë. Nuk po të kërkoj të më justifikosh, vetëm të më ndihmosh që ajo të mos marrë vesh gjë tani. Po e dëgjoja dhe brenda meje gjithçka po përzihej. Ishte babai im, njeriu që kisha respektuar gjithë jetën, por në të njëjtën kohë po më kërkonte të gënjeja maman time. Dhe për herë të parë në jetën time unë ndjeva e ndarë mes dy njerëzve që doja më shumë në këtë botë. Nejse, për disa javë jetova me një ankth që nuk e kisha ndjerë kurrë më parë. Sa herë shija mamin duke buzëqeshur apo duke i folur babit normalisht, ndihesha në faj, sikur edhe unë po e tradhtoja bashkë me të. Por më e keqja ishte se babi nuk po e mbyllte historinë, përkundrazi po fundosej gjithnjë e më shumë në të. Një mbrëmje nuk durova më. Mami po lante enët në kuzhinë dhe unë po e shija nga dera duke menduar sa e padrejtë ishte që ajo ishte e vetmja që nuk dinte gjë. Atë natë vendosa të flas me babin. I thash qartë se nuk mund ta mbaj më atë sekret dhe se duhej ta zgjidhte vetë situatën. Për herë të parë ai nuk kundërshtoi. Ke të drejtë, më tha. 2 ditë më vonë ai ia tregoi vetë gjithçka mamit. Ajo natë ishte e rëndë për të gjithë ne. Kishte lot, heshtje dhe shumë dhimbje. Për disa javë mezi fliste me njëri tjetrin në shtëpi. Por çuditërisht prindrit e mi nuk u ndanë. Ata vendosën të provonin edhe një herë për të shpëtuar martesën e tyre. Babai ndërpreu çdo kontakt me gruan tjetër dhe filloi terapi në çift me mamin. Sot që flas, gjërat nuk janë perfekt si dikur, por janë më të sinqerta, dhe unë mësova diçka që nuk do ta harroj kurrë. Ndonjëherë momenti kur kupton që prindrit e tu nuk janë perfekt, është momenti kur fillon t'i shohësh për herë të parë si njerëz të zakonshëm.